Këshilli i prokurorëve publik sot nuk arriti të zgjedh pasardhësin e Ljupço Kocevskit si ushtrues detyre prokuror publik shtetëror, kështu që seanca është caktuar për nesër. Seanca është caktuar me 18 dhjetor 2025 në orën 11 me një pikë në rendin e ditës. Miratimi i vendimit për emërimin e një ushtrues detyre prokurori publik deri në emërimin e një prokurori publik të Prokurorisë Publike të Maqedonisë së Veriut, në pajtim me nenin 25 paragrafi 3 të ligjit për prokurorinë publike. Megjithse pritjet ishin që sot të zgjidhej një zëvendësim i përkohshëm për Kocevskin, siç mësoi Alsat nga burime në Këshill, antarët kishin mendime të ndara për dy emra, prokurorin e lartë publik Zlatko Bikovski dhe prokuroren publike Anita Isajlovska-Topalova. Ishte pikërisht mungesa e shumicës për të mbështetur njërin prej këtyre dy kandidatëve, siç mëson Alsat, arsyeja kryesore që kryetari i Bashkim Besimit të mbyllte seancën e sotme dhe të caktonte një të re për nesër. Pasi të zgjidhet një prokuror i përkohshëm, Këshilli i Prokurorëve Publik do të duhet të publikojë shpallje për zgjedhjen e një prokurori të ri publik të shtetit dhe kandidatët nga radhët e prokurorëve dhe gjyqtarët penal më të paktën 10 vjet përvojpune do të kenë 15 ditë kohë për të aplikuar. Këshilli i Prokurorëve Publik më pas do të përgatisë një mendim për secilin nga kandidatët e paraqitur dhe do të dorëzojë atë në qeveri, nga e cila pas një analize do të zgjidhet një kandidat për t'u propozuar në kuvent. Prokurori i ri publik i shtetit zgjidhet me shumicë të thjeshtë, pra me 61 vota. Ljupço Kocevski dha dorëheqje ndje pasi qeveria kishte dorëzuar propozim për shkarkimin e tij tek deputetët.